Në vitin 2026, Shqipëria do të përjetojë një ndryshim të rëndësishëm në sistemin e taksave për pasuritë e paluajtshme. Ky proces nuk është thjesht një fjalë teknike, por një mundësi reale për pronarët që të përditësojnë vlerën e shtëpive, apartamenteve dhe tokave të tyre, me vlerën aktuale të tregut dhe të paguajnë 5% tatim për ndryshimin e vlerës nga 15% që është aktualisht. Ky ligj, i miratuar së fundmi në kuvent, ka dhe afatet e përcaktuara kohore. Nga 1 janari deri më 30 shtator 2026, të gjithë të interesuarit që duhet të bëjnë rivlerësimin e pronës së tyre mund ta bëjnë nëpërmjet ekspertëve të licencuar ose pranë agjencisë shtetërore të kadastrës. Në thelb, ky ligj synon të sjellë më shumë transparencë dhe besueshmëri në tregun e pasurive të paluajtshme. Si do të ndikojë ky rivlerësim? Kush do të përfitojë nga ky proces? Këtë të na e tregojnë ekspertët. Procesi i rivlerësimit është shumë pozitiv në vetvete, për vetë faktin sepse kishim dhe një ngërsh në 2025-ën, paktën 6 mujor i dytë ishte një ngërsh total për shqitjen e pronave. Bëhet fjalë gjithmonë për pronat që rishiten që ka një ngarkesë goxha të lartë të taksës. Dhe për këtë arsye 2026 pritet të ketë një zhbllokim për të vazhduar shqitja e pronave ku përfitojnë shqitësit sepse do kenë një tatim goxha më të ulur për të paguar dhe janë përfituesit kryesorë janë personat që do marrin një pronë me kredi, që në 6 mujorin e dytë të 2025 kishin të pamundur për blerë një pronë me kredi. Gjëja më e mirë që rivlerësimi sjell për tregun është pikërisht këtë ulje në informalitetit dhe dhënien mundësi të individëve që nuk i kanë mundësitë maksimale për të blerë një apartament. Pra, atyre individëve që shkojnë dhe i drejtohen bankës. Kështu që patjetër që do ketë më shumë mundësi për rivlerësimi apo vlerësimi pronës në çmim tregu i jep mundësinë këtyre individëve për të gjetur më shumë opsione, gjë që tregu në këtë moment kohë nuk ja u mundson në pjesën më të mirë të tij. Oferta do jetë e shtuar për apartamentet përfunduara dhe me certifikat pronësie që sigurisht mund të blihen me financim nga banka. Dhe faktikisht është tipologjia pronës që blerësit kërkojnë më shumë sot në treg. Pra një pronë të gatshme me certifikat pronësie për të hyrë menjëherë, nga ana tjetër dhe për të pas mundësinë e marrjes së një financimi. Siç thashë më lart, zhbllokimi do jetë për pronën që rishqitet. Pritet të ketë ndikim patjetër shumë pozitiv, do zhbllokojë tregun, mund ta them që mund ta zhbllokojë sepse një shitës dhe një blerës do kenë mundësi të negociojnë. Vlera që nuk do paguajnë në shtet e tatimit do jetë pjesë e negociueshme. Pra, është shumë pozitive për tregun. Përfiton kushdo që ka një pronë. Unë mendoj që janë të shumtë ata individ që po mendojnë të shesin pronën e tyre, po sigurisht taksa e lartë i step dhe i bën që të presin janarin për të kryer rivlerësimin dhe për të proceduar më pas me shitjen, kështu që patjetër që do të ketë më shumë ofertë, pra më shumë prona në shitje dhe më shumë individ që ndoshta edhe duke marrë parasysh tatimin tashmë 3 fish më pak, do ta konsiderojnë pjesën e shitjes. Duke marrë parasysh që taksa sot është 15% dhe nga janari do jetë 3 fish më pak, pra do jetë 5%, kjo e bën goxha më të përshtatshme edhe për një individ që është i dyzuar ta shesi apo mos ta shesi për të zgjedhur pjesën e shitjes. Kështu që mendoj që do të ketë patjetër më shumë ofertë dhe nga ana tjetër do jetë mendoj më e lehtë dhe më pak kosto për këta individ për të shitur. Kushdo që ka një pronë për ta shitur në proces afat shkurtër dhe afat gjatë. Sigurisht ato që kanë në një pronë për ta shqitur shumë shpejt, ato janë përfituesit kryesorë dhe do e ndjejnë shumë shpejt ato vlerë, ato pjesë, por edhe kushdo që ka një pronë dhe e mira është të bëhet rivlerësimi, sepse kurdo që ta shes pronë do paguaj 15% dhe nëse bën sot rivlerësimin me 5%, do unë përfitimi është goxha i madh. Me futjen e procesit të rivlerësimit, presim stabilizim, siç thash dhe më lart negocimit të çmimit, presim një ofertë goxha më të madhe të pronave që do jenë për shitje, sepse një pjesë e madhe e pronave u tërhoqen nga tregu, u tërhoqen për të pritur pikërisht procesin e rivlerësimit. Dhe pikërisht këto prona do hidhen në treg dhe mendoj që do ndikoj pozitivisht në këtë pjesë. Ne kemi një eksperiencë të keqe që kishim dhe vjet
në maj u hap debati për bërjen e procesit rivlerësimit dhe u tha do bëhet, kemi patur 2 vite të vështira, 2025 dhe 2024 dhe 2025 që ishin të vështira për tregun imobiliar. Por unë them që në këtë pjesë ka përfituar pronat që janë në ndërtim, kanë përfituar ndërtuesit, sepse një blerës që i ka ato para do të investojë, pa mundësi për të blerë një pronë që rishitet, sigurisht që ka hedhur sy tek pronat e reja. Do donim na shpjegoje një shembull për rivlerësimin me taksën 5%. Do marrim një shembull, një pronë që mund të jetë blerë në 2010-ën. Ajo pronë në 2010 unë jam i sigurt që mund të ketë qenë diku tek 50.000 euro. E marrim si vlerë konkret, 50.000 euro. Dhe vlera e asaj prone sot është 150.000 euro. Pra, kemi një diferencë nga blerja në shqitje prej 100.000 euro. Dhe kjo është formula faktikisht që konsiston në llogaritjen e taksës. Llogaritja e taksës është gjithmonë diferenca blerjes dhe shqitjes. Konkretisht, nëse sot që jemi në fund të dhjetorit, pa filluar procesi i vlerësimit, për këtë diferencë 100.000 euro ne sot paguajmë 15.000 euro taks. Dhe nga 1 janari që do filloj procesi i vlerësimit, me bërjen e procesit i vlerësimit fillimisht me 5%, nga 15.000 euro paguhen vetëm 5.000 euro. Pra, që është goxha e prekshme si vlerë dhe me goxha leverdi për secilin nga ne.